kam provu minit mrapa mi grupo, nuk shoh gjovi. Qa po shef? Seksën dhe qytetin po shoh. Dale! More, seksin e shoh edhe unë, po qyteti ku është aty? Po film edukator mi, debile. Edukator, me femra lakuriq. Edrije, e vërteta o gjithmonë lakuriqe? Ashtu, Po ai zezaku aty, qa bën aty? A ishtu ma shnime mi? Ku e ke djali, së ora 4 e mjesit, ku është djali? Ku e ke djalin? Ku është djali? Djali ku është? Ku është djali? Në të shmene, debile. Atë kanë morën telefon nga spitali. Jo, as nga spitali, as nga policia. Po mirë do jetë atëherë. E shkoj e thire se vajtë ora 4 e mjesit, kam gjetë shkollaj. E njësu shpet. Po shkoj. Amarildo! Hajde të prindi! Zdu, pirdhu! Baqë! Amarildo! Shpejt pi më qenë, mjaftë se torturave strakoshën. Shpejt pi! Opa, a kanë pjesh portat? Jo mërë babë, pse? Më duket e kam bon prek. Mitraljeri babit. I ki lartë durët? Po, ja. Tregoj nga nga tjetër! Pse nuk i lartë durët ti? Po do nos prap nesër, oma. Plera babit. Mërë baci, shikon, ta ka këput kokën ty, kurse në ujnë. Po ti e tamam debile grua ti. Po pse mi muj për muj do lajmi ne? Mërë bashkin se më shkuan 20 vjetë të rinis time të pasunuar, duke larë rrobat e qaqafat e baltërosura nga ana jote. Pike zez. Po nuk lanë mi vit për vit qaqafat, kam thonë. E shpejt krevatërshit në të shmenët fare, familje. I ka bërë djalin dhe tyrat, e ke pyetur? I kam po. I ke bërë detyra ti. Po, i kam po. I ke bërë detyra. Po, pra, i kam po. Ma zjedhoj që këfolje vjedh mu. Po. Unë vjedh, ti shkon burg, kjo vdes për buk. Jo, nuk është ashtu. është kështu. Unë të fusi tru, ti qanë, kursa i lesi qenë atje. Kurse unë të mësh ndruti. E shtet krevatëshit në të shmenët. Krevatëshit. Opa, sot në shkollë kena mësu shumë fjallë të reja. A shumër, baba? Po. E qa ke mësu në një? Po, i fu mësusit një gosht ke karrikja, a ju ull edhe filloj, o ju! Paci! Motran! Por Paci! Prop t'i shpis! Amarita! Fëmi ndër! Sa të ka thonë papi? Gestikuloj dhe primin. Shënon! Shënon! Bashkim! Mos më mësot djalin ashu, jo të keqen mami jo. Shat me edukacion, traft malaria, traft murtaja, traft Indonezia, Oma! Oba, du i prallë që të më zëri gjume. Po më ta trego babi prallën ty? Hajde të babi. Na ishte se që na ishte një herë... Amarildo, na ishte se që na ishte... Amarildo, ta... Bedrije? Më vonë. Jo babin të të shumë. Na ishte se që na ishte një herë, na ishte një kasap me një hanxar të madh në dorë. Se ma të rëndë fëmijun, një përrindi mirë i tregon prallat të pastra, të lara më 90 gradë, tregoja. Na ishte se që na ishte një herë, na ishte një kasap që u fut në lavatrice me 90 gradë, dhe mbasi doli prej andej ishte një edukatore e bukur, me kofshën e kolme, dhe me syrin e shkruar, me një hanxar të madh në dorë. Ua bashkim! Hajde të keqen mami ta tregoj unë. Ikti. Kujdesim brave. Atëherë të keqen mami. Na ishte një. Oba, qa është orgazma?
Pyet mamin të keqen babi, se ajo merret me kuzhinën. Ç'është, ma, ç'është? Nuk e di të keqen mami, kam kohë që nuk e provoj. I bërtace femër. Po të kam thonë mi, sa herë del në pazar. Bli 4-5 kile, ti kemi aty më shtëpi, se nuk e dihet. Kështu edhe ne hajmë në një gjo, edhe ky mëson në një gjo. Ore baci, ti ja ke iden sa ka shku kili asaj të s'kemi lek. Kështu të keqen mami. Na ishte një herë, një vajzë intelektuale që e kishte emrin Kësër Kuqe. Pse? Po ja, sepse kishte kaptinën e kuqe. Kaptinën e kujt? O kaptina në More babë. baci! Këtë pjesën këtu, mërë babë, këtë pjesën këtu. Ashtu keqen mami. Një dit kjo, unë nis në shkoj të gjysha, ta ajo e keqja, ajo nga ana e babit. Po qa kemi plakën time, mi Shelpsin? Qa kemi plakën time? Qa t'ka po plaka ime? Shiko bashkim, të të vejtort një herë, mos më fërë shumë sy të fëmijut, e para punës, plaka jote e për dal ka qenë. O ma, qa do me thone për dal? Po, e shëtitur në për Europë. Po thujo ma që pas ka qenë putan se na të shmene. Amarildo, 100 herë t'ka thënë babi. Babat njifet, nona nuk i duhet ku sho. Ha, edhe më respekt për putanën. Për gjyshen? E, Qa respekti, o ba, qa respekti? Ajo më kafshoj dorën dje. Mama Ildo, sa jetë kam thënë, mos i afrosh ka fazit kur gjysha. Po gjyshi ku është? hemër bab, gjyshin ala kur ishi mende të rinj. Unë isha i mitur, s'kisha mbush akoma të 35-tat. Kur një ditë të bukur ai, hop u zhduk. Po pse i kemi vu qelë të frigoriferit? Mama Ildo, mos i tërko babit kur gjyshi. Jo, nuk i them. Shumë mirë, ta vazhdoj prallën. Atëherë, kjo, kur shkoj të gjyshi aty. O pa, si ka marrë në jetun? Ty e bab ka sjell Lejleku. Po s'erdi tur, po ba që i bone seks me Lejlekun. Bashkim, Pedrie nuk është ashtu siç mendon ti. në ke tradhëtosur. Për zotin vetëm 2 herë me Lejlekun dhe ishte në moment dobësie. Amarildo është djali yt, betohen për nënën që kam kafaz. Inshallah fiton merr 15.000 euro. Tash, shiko të keshin mami, kur shkoj gjyshi aty dhe... Po ti o pa, si ke ardhë në jetë? Mu më ka sjell shoku Lejlekut, Pelikani. Po mami, si ka ardhë në jetë? Po ja të keshin mami, mua me gjeti gjyshja si për një karote. Po gjyshja, si ka ardhë në jetë? Tash i gjyshin nga anë e babit, Po? e ka sjell operacioni Pelikani në 91-shit me ato italian. Gjyshin nga anë e mamit, ta ka sjell Kuçedra. Po nuk jo vjen turp, nuk jo vjen O turp. ba! Pash zotën, ka bone njoni seks 100 vitet e fundin të fisin tona, po jemi gjitha në gjë. Ka sjell ty, ka sjell aty. Po nuk jo vjen turp, turp, të shpërdoroni një grua të vetme në forcë të gruas në shtëpinë tuaj. Nuk jo vjen turp, nuk më keni lënë të lirë të bëj vakancat e mia. Nuk më keni lënë, shikoni si jam bërë, nuk më keni dhënë lek për të depiluar, nuk më keni dhënë lek. O Pedrie, ku ka autokomban që të merë për si për tymi? E vazhdo të drejsh prazën e shpene. Si vazhdo prava, ma si vazhdo? E pastaj, kur... Po turp nuk e vjen! Ona që Të turpëroni aty të ty! Sepse unë të urrej ty dhe babajnë tëndë, ty babajnë tëndë dhe gjyshen tënde, ju urrej të gjithë dhe nga urrejtja madhe unë do të jap fund kësaj prale! pastaj në fund vjen policia. Jo! Vjen ytat dhe kështu njive me të tat dhe pastaj me puthi dhe pastaj me kollaboroj rinin time të kolme dhe pastaj lindi një fëmijë çuditshëm dhe mos të që e quajta Mamarildo dhe pas fjeti për 21 sekonda pik 5 do ta zhdop në tu! Stop! Po shtë të dhomën time. Mos shko te kafazi ku është gjysha. Jo, desha mi dhon pak buk. O gjyshe, o kafasiere, mere! Gjysha kafaziere. Ikaje! Ika. O Pedrie, sa ma heq trunin kur nxefesh mi. Bëu gati Pedrie se për zotin, çka kam për të bëhen ty Pedrie? Pas kësaj insinuate nuk kam më nerva. O ba, me që mami s'ka nerva, ta thrasat Lejlekun që i rrike kati dytë. Po që nuk e ke keqti Amarildo. Bashi!
Nuk është ashtu si që mendon ti.